Sot do të jemi në krahinën e mbretërve. Do të jemi në Mokrën e poshtme, pas pak do të ngjitemi për gati 2 kilometra nga këtu ku jemi, në Selcën e poshtme, aty ku gati 55 vjet më parë u zbuluan varret monumentale ilire. Mbi 2500 vjeçare, përfaqësuesit më të mirë të historisë dhe lashtësisë së zonës së Mokrës dhe gjithë pellgut të Juglindjes. Si ka ndikuar zbulimi i këtyre varrezave monumentale tek banorët e fshatit? Çfarë bëjnë sot banorët e Selcës së poshtme? Migracioni dhe emigracioni i tyre dhe mbi të gjitha fakti që sot në 2025-ën shumë prej tyre kanë nisur të rikthehen dhe akoma më tej kanë nisur të ngrejnë bujtina. Kjo për shkak të vizitave, të vizitorëve vendas dhe të huaj dhe kërkesës për shërbim dhe akomodim. Qëndroni me ne, hap pas hapi, do të sjellim disa të pathëna të Selcës.